Përshëndetje miqtë e mi, përshëndetje drejt për drejt nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës, këtu nga Oda e Shahirave, në zemër të Mitrovicës. Ju përshëndes edhe sonte këtë shtune, pra shtunje pak është ftohtë sonte këtu në Mitrovicë, po këtu në studion ton është pak sa ngrohtë, po mas shumë të ngrohtësin do ta bartim edhe në shtëpitë e juaja, pranë ekraneve të juaja me rapsot të cilët sonte do t'ju prezantoj, pra drejt për drejt këtu nga televizioni Mitrovicës. Them nga televizioni Mitrovicës sepse ne tani sa vite shikojmë edhe në tërë botën, pra përmes IPTV-s, natyrisht kemi frekuencat toksore 42 UHF, kablovikat e Telekomit Kosovës, IPKOS, Kujtesës, edhe shumë operatorëve të tjerë të cilët mundsojnë pra që të emitohet sinjali i televizionit Mitrovicës e sidomos i emisionit Rapsodia Folklorike. Në fillim do të ju njoftoj të gjithë këngëtarët se televizioni Mitrovicës është në vazhdën do të fillojmë me xhirimin e emisionit për mramjet festive të vitit të ri, të vitit 2017, pra xhirimet do të fillojnë me datën 9 të këtij muaji, pra të premten, për muzikë popullore, ndërsa për muzikë folklorike për datën 10, pra të shtunën sot në javë, do të jenë xhirimet, pra do të bëhen në Mitrovicë. Për çdo informat, për çdo agent të cilën ju intereson, mund ta shikoni edhe në Facebook, që e kam postuar disa herë. Natyrisht mund të më bëni në telefonat e mi të njoftën, pra 044 146 145, ndërsa në Viber është 049 146 145. Pra, edhe njëra telefonin 044 146 145 dhe në IPKO për Viber, vetëm pra për Viber është 049 146 145. Kjo është sa për një njoftim të shkurt rreth përgatitjeve të cilat do t'i bëj unë me stafin tim, me kamermanat, me regjisor, me të gjithë ata, një program shumë impozant i cili me të vërtet do t'ju befasoj se do të ketë shumë muzikë të mirë, do të ketë muzikë popullore të mira, do të ketë befasinat të bukura, natyrisht edhe shahira aty do të jenë patjetër në për sofra. Ashtu e kemi të përgatitur. Unë do të falenderoj restoranin Freskimi në Shqipërinë të Mitrovicës, i cili do të na mundson pra vendin ku do të bëhen xhirimet dhe për më shumë do të shikojmë edhe vetë gjatë ditëve në vijim se si të vajtin xhirimet. Mirëmbrëma, burra. Sonte pra teleshikues të nderuar, kam rapsod nga Hasi i Kosovës, jo nga Hasi i Shqipërisë, dhe kam këtu këta burra me musteqe si rrollë, përbojnë musteqet shqiptar, po këta kanë vendosur sonte dhe na befasue edhe me veshje kombëtare të bukur, të asaj ane, natyrisht edhe me pamjen e tyre impozante, tamam që thonë shahirçe. Për karakteristikë të muzikës, ta e kanë nga kam pak më të veçantë, pra të asaj anës së pashtrikut, të bukur, është vend shumë i bukur edhe i preferoj që verës me shku atje dhe mu knas, ti është me knas sytë. A është ashtu pas Rasim? Mirë se vini, Rasim Beqaj, mirë se ka orë në studion në televizionit Mitrovicës Vac. Mirë se vini. Si kaluat rrugës? Mirë shumë. Si e nini vetën tash këtë moment? Shumë mirë, po e nini vetë, rrugë kalu mirë se dishëm që ke marrë me një televizion, si që jeni ju televizionit Mitrovica, ju përgëzoj për punën që po e bani në atër, i përshëndes të gjithë këngëtarët dhe këngëtarët e Mitrovicës dhe të rrethinës Mitrovicës, se këtu ka mjaft këngëtarë, prandaj ne mund tim dhe të kolegëve mi i përshëndes, këngëtarët. Faleminderit. Shpresoj se nuk do ta gaboj radhikën afër te është Sezar Shehu. Mandej është Bardhyli Shehu, edhe afër me është Besim Mohadri. Nisi keni ardhur gjithë burra. Pra këta janë burrat nga Hasi i Kosovës, pra sonde do të këndojmë së bashku, edhe ju mos ja huqni me shkruaj SMS-a përshëndetje për ta. Mos lypni dëshira muzikore sepse këta do të e kanë një repertoar të veçantë, të përgatitur, enkas për ju shikues të nderuar, kështu që do t'ja ulëm këtyne për zgjedhjen e sonte të këngëve apo jo. Nga cili fshat vini, nuk jeni nga njëjti fshat apo? Nuk jemi nga një fshat, unë jam nga fshati Ramoj. Ramoj.
Armoj, komuna Prizrenit. Po. Besimi profesorit ndëruar është prej Damjanit, ka si një pjesë komuna Gjaku, se Zahia dhe Bardhylen një fshat afër Armojt Lukinaj. Po. Kështu që të treve të afërm atë, takohemi shpesh, të kanë arpojnë muzikë për si e tu. Njerëzë si na. Po, ajo na juve sa është e përkushtuar nga muzika folklorike? Janë ende përkushtuar apo ka hyrë edhe ajo vrulli i muzikës përpunume? Po, ne duhet të thamë pak për pat keq ke muzika folklorike edhe të na. Ka ra. Nuk është shumë e preferuar se dashme të bëhen për hotele. Po megjithatë na ky kohë që jemi sot këtu, po arrim shpesh më marr pjesë në për Shkëlqyshëm. përgërmen, se Zahia me Bardhylen bëjnë muzikë edhe në për hotele, në për dashme. Po, normal. Bacarasim ti me profesion edhe mësues apo? Mësues, po. Ende je aktiv Po edhe punoj edhe 1-2 vjet pastaj dalë. me fëmijë apo? Po me fëmijë më ndonë të klasë ulta, tani punoj me klasë 2. A është kënaqësi Shumë kënaqësi e madhe që 40 vjet punoj në arsim. Kam punu pa asnjë ditë pushim mjekësor. Unë gjithmonë kam qenë i rregull në punë. E një kënaqësi të madhe, tash pak po e një vetën që më afrua për pensionet dhe s'ka do të bëj pastaj, po si kanë bënë tjerë do të bëj. po, mirë. Mirë, do të vazhdojmë bisedën edhe pak më vonë. Pra shikues të nderuar, një prezantim i shkurtër ishte i këtyne burrave, këtyne shahirave këtu në studion e televizionit Mitrovicës. Tash do t'i falenderoj edhe sponsorët, 3 sponsora i kemi sonte, pra për mundësinë e realizimit të programeve të Rapsodisë folklorike. Regjia, të lutem. Falenderojmë sponsorëve tonë kam edhe nga diaspora, tash, po ato do t'i lëm pak ma vonë. Ne do të shkojmë fillimisht me disa këngë, të cilat do t'i interpretojmë ta burra këtu, drejt për në studion e televizionit Mitrovicë, e një përshëndetje shumë e veçantë shkon për Rilonin e vogël, Rilon Kasumin, nga ushtria, të cilin e përshëndes nga zemra. Shkojmë.
në fillim, dhe t'ja nisim pak ma vonë edhe pak ma shumë kongë, derisa pak na përpunohet në zoni, apo jo, prof? Po, kështu, hajde shkojmë pak mesazha, që mos më ju met hatri, do të shkojmë mas pari me Viber. Mirëmbrëma Mitrovic, ju përshëndes Bajrami nga Lukini Hasit, përshëndetje për rapsodet e Hasit. Kemi një përosi nga Vesel Kabasha, ju përshëndet Vesel Kabashi nga Kabashi i Hasit, ty Naser dhe Rasimin me shoqëri nga Hasi. Kur jemi te Hasi kështu, unë thom kështu, Furranxhi nuk mundet më bë kërkosh se Hasjant. A o çashto baca Rasim? Gjithë tash mos ma shohin për të madhe fortar tjerë që e kanë zanatin e imponum, ama me Hasjan s'ka. Kështu përka fura është tradit. Kështu sinqerisht ju them. Do ta përshëndes edhe gjithë fortarët e Hasit në Mitrovic, me të vërtet kur i aty befasona çfarë mikpritje dhe natyrisht e kanë produktin tamam. Posaçërisht familjen e Pasit Islam Hasit, edhe djemtë e tina, të cilët janë mrekullueshëm, e kanë një furrë të shkëlqyeshme mbrapa stacionit të autobusave në Mitrovic. Mundën me vizitu, i marron do kifle, më të mira s'ka. Kështu sinqerisht. Një përshëndetje shkon për Sabedin Feratin, edhe për Sami Feratin, Samiun sonte se kom këtu sepse gripi e ka okupu, e ka pushtu, kështu që ka me të ratë, shpresoj që do të shërohet sa më shpejt djenë këtu në studio. Thotë jam Altane Bedrolli, përshëndetje Naser ty dhe shahirat në studio, si dhe vllahun Besnikun nga Lipjani me këngën e Zagrebit. Ju lutem shikues të nderuar, përshëndetje private mos dërgoni se nuk do t'i lexoj. Sinqerisht ju them. Fadil Maluku, përshëndetje, tu ngjat Naser vlla, po ju ka hije, po thot ka hije kryetar të kisha bë. Kështu, ja, faleminderit se më rahat jam kështu. Faleminderit Fadil. Kemi ju përgëzojmë për punën dhe vullnetin që keni për performancën tuaj kudo në për evente festive dhe veçanërisht në festivale. Dëgjofshim gjithmonë këngën e melodi për jush. E veçanërisht pej Bardhylit, do një melodi me bizhnicë e instrumente tjera. Shëndete suksese Liridona Shehu. Kemi në hatin nga Vinarci, mirëmbrëma Naser, ti e legjende gjallë që e mban folklorin gjallë në tërë Kosovën. E Zotit ndihmoft se jemi mërzit me këto tallavoja edhe pengjall folklorin me këtë emision. Të përshëndes ty Daja Naser dhe shahirat në studio zemra, tu knofto burra e ty Naser veç përpara se legjende folklorit je. Faleminderit shumë në hat zbashku, të gjithë mund të bëjmë diçka për folklorin, për muzikën burimore shqiptare tamam kështu. Pra të luftojmë që të mbretëron muzika folklorike, mos të harrojmë se është traditë e jona. Na ka përcjellë me shekuj, a është ashtu baca Rasim? Përshëndetje thot nga Emin Petrova nga Krajishta e Lipjanit, rapsodve zemra ju knoft. Pra kemi Eminin. Mandej përshëndetje nga Drenasi, përshëndes shahirat në studio dhe ty gjithashtu thot Gjaviti. Kemi përosin tjetër Samiu nga Çubreli, shahira dhe ty Naser, nëse keni mundësi këngën Thret Prizreni mori Shkodër. Më thanë, e mora informatat që e kanë program. Pra, i madh je thuaj Naser. Përshëndetje thot Roma nga Turiqica, plus rapsodet e përshëndes nga zemra. Flamur Bicaj, përshëndetje për ty dhe Musafir nga Flamur dhe Valon Bicaj nga Prishtina. Unë çojën e kom gati, veç juve po ju pres gjithmonë knofshi. Faleminderit. Sonte nuk kemi çaj këtu në studio sepse e kemi Samiun, pra, smut nga gripi, kështu që jemi duke u freskuar me langje dhe me ujë të Zotit. Përshëndetje për rapsodet e Hasit, mësuesin tim Rasim Beçaj, shokun Sezair Sheun, me vllajin dhe kolegun e tyre Besim Muhadrin. Gjithashtu më përshëndetni edhe ish profesorin tim Nexhbendin Spahiu nga Naim Qenaj nga Romaja. Faleminderit shumë. Omir Moma Naser thot se Drenasi Nestra ka zgjedhje mirë. Ju përshëndet shahirat zemrën, ju knof gjithmonë këngën e i merr popullsit mundësisht. Pra keni faleminderit, ta kum çuar një mesazh, nuk e dija e ke lexuar edhe s'ma ke kthy. Blera Bedrolli, ju përshëndet gjithë studion, në studio, pra, rapsod
do të kalojmë pak te Facebooku, ka shumë mesazha, bacarasim ka shumë. Sot keni përshëndetje nga Smallusha e Lipjonit edhe e kanë fotografu nga televizori emisionin dhe e kanë dërguar. Unë pak i gjirova, thëmë se të gjithë në diasporë nuk e kanë risiverat e IPTV-s, unë ata të cilët do t'ju japë informata, edhe tafrëm e t'ju informon unë që t'hin aty në Diaspora TV dhe të telefonojnë në diasporë që t'i marrin risiverat, kuptohet, e kanë një çmim shumë simbolik, që të mundën me kthyer kanalet kosovare, posaçërisht kanalin e televizionit Mitrovicës se është në tërë botën, pra i shikueshëm. Miri nga Smallusha, ju përshëndet, jeni të mrekullueshëm, goja e lumt, Naser veç vazhdo, je numër 1 për Kosovë me emision folklorik. Dojnë me mështi me mu kandidu për kryetar. Lol Krasniqi, thot përshëndetje nderuar, mundesh me komuniku me ata që dirigjojnë të Mitrovicën. Nuk e di pse, na knaqe me Shahira. Lol tregon për çfarë arsye më shkruan apo ma bën një telefon nëse ka ndonjë pengesë, ne do të këshyrim me evituar pengesë, po nga neve sinjalet, të gjitha sinjalet dalin shkëlqyshëm, po varet prej operatorëve t'ju me çka e këshyrni atje. Mirëmbrëma nga Hajrullah Feka nga fshati Karaq, komuna e Vushtrisë, përshëndetje ty Naser dhe Shahiria të mrekullueshëm nga Hasi i Kosovës, knofshi gjithmonë o burra e zemra ju knof. Shkojmë te Valmir Feka, ishte Mërgimi, përshëndetje Naser, të përshëndes ty dhe mësafir në studio, ju përshëndes Mërgim Gashi, faleminderit Mërgim. Përparim Gashi, përshëndetje Naser, të përshëndes ty dhe mësafir në studio nga knaq përshëndetje nga përparimi. Pra, e kemi edhe rapsodin Sherif Osaj, Sherif përshëndetje. Ty nera të rrit, thot përshëndetje të gjithëve zemra ju knoft Shahirave. Një përshëndetje për mikun tim, Agim Kasumin, Agim përshëndetje ty dhe familjes tonë, respekt. Do ta përshëndes DJ Mega thot kështu Mërgim përshëndetje, nuk e di ai duke më shikuar, po ke një përshëndetje sinqert. Për këngëtarin Osmani Meraj, faleminderit për përshëndetje Osman, gjithë mirat edhe ty. Kalojmë tek Vajberi, pra Flamur Mëngjiçi. Thot nga Vushtia ju përshëndet Rapsodet, Arben Krasniqi po ashtu na ka përshëndet, Azem Kryeziu, mirëmbrëma kolegë të nderuar, ju përshëndesin nga zemra, Azem Kryeziu nga Mleqani, me i madh Rapsodik, zemra ju knoft. Faleminderit Azem, përshëndetje edhe për ty. Mirëmbrëma nëse të përshëndet Rustem Ramori nga Prishtina, i përshëndes këngëtar në studio, nëse din këngën e Dem Ahmetit me na e këndue. Mirë, është pak e got, kështu që shpresojmë që do të takohemi, kanë me knuk si çoj let. Mirëmbrëma i madhe i trojeve shqiptare, ju përshëndes me krejt rrethin tim nga Gjakova, e kuqe, juve dhe musafir në studie, por me respekt e përshëndes Bacin Rasim, shumë, ai e di se cilën këngë e du unë. Ju përshëndet kolegu juaj Shahiri Abdullah Deva, me shoqni tu i pi çaj e tu ju ngu. Baca Abdullah, përshëndetje. Majrise unë gjithë pi thom Baca Abdullah. Ju përshëndet Sherif Jakupi nga Drenosi, ju përgëzoj për emisionin, ka mundësi këngën e Bardhok Bibes, nëse e kanë të këndume. Mirë. Fekida, ju përshëndes ju e Naser dhe Shahirat. Sali Kolici, Baca Sali përshëndetje. Sali Kolici, Vebi Islamit, Gjemal Kilmendi, të përshëndetje ty Naser dhe Rapsod në studio zemra ju knoft. Faleminderit Baca Sali. Ramoni nga Surqina e Ferizojt, po ashtu na ka dërguar një përshëndetje të ngrohtë, një këngë për Zahir Pajezitin nëse din, ju përshëndes Kushtrim Lapjani, juve Naser me stafin dhe Rapsodet folklorik që na mbushën zemrat sonte me gëzim. Mirëmbrëma, thot Naser, ju përshëndet Nuridin Binaka nga fshati Deve, që na rresh rasimin nëse ka mundësi këngën e Danit. Behar Kasumi nga Ferizoj, përshëndesin Basarasim. Mirëmbrëma Naser, ju përshëndes juve dhe muzikantë, ashtu shumë emision shumë i bukur, na kënaq Zoti, ju kënaq edhe juve. Bon me këndu këngën e Hisen Shales, se njatri thot njatri
shki i ka myt me sakic. Mirë me na knasi zemra tu i gri ata Sherif Saita nga Bubaveci. Demir Hyseni nga Medvegja, po ashtu na përshëndet Medvegja heroike, kreshnike, s'ka me thonë tjetër. Edhe përshëndetje me Mitrovicë, përshëndetje për shahirat Abdullah Çori nga Drenasi. Tash unë du me pushu, pak du me ju e Basarasim. Atja krisim kongës bashku. Adi shkojmë. Shikues të nderuar, qëndroni pranë frekuencave të televizionit Mitrovicës.
drejt për drejt nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës. Tash do t'i lexoj shpejt disa SMS-at të cilët na kanë arritur për nder të këtyne rapsodëve, këtyne burrave këtu në studion e televizionit Mitrovicës. Sot përshëndetje nga zemra juve o burra kosovar, u përshëndet Smajl Bunjaku nga në Dakovci. Mirëmbrëma Naser dhe shahirat në studio me na knas me folklor, thot Eseti nga Shajkovci i Llapit. Kemi një porosi nga Shaqir, thot a bën një këngën e Sheqer i Grishtes, jam të kemi nip Naser, faleminderit. Mandej kemi përshëndetje për ty Naser dhe shahirat Gjem Sponca nga Llapi. Përshëndetje nga Sali Bullici, po ashtu na ka dërguar SMS-in special Mahir Zeqiri nga Galica. Pro, faleminderit. Do ta veçoj një përshëndetje veçantë për familjen e Shukri Pecit nga Mitrovica. Shukri, përshëndetje për ty dhe familjen tënde mrekullueshme. Pra një mbrëmje të këndshme. Sot përshëndetje të Mitrovicë, ju përshëndet Prishtinalia, e special dajën e vet, pra faleminderit. Shkojmë me përshëndetje nga Bedri Krasnici, na knaqt o burra. Fek Kida, po ashtu na ka përshëndet, i përshëndet mi thot Hasjan shumë. Përshëndetje nga Afrim Gjinot, se zemra ju knof, faleminderit Afrim. Ju përshëndet Aliu nga Ushtria, ty Naser dhe shahirat e mrekullueshëm, nëse ka mundësi një këngë për shalin, kaloni mirë. Selim Gajdexhiu, Baca Selim, përshëndetje për ty. Selimi nga Ferizaj Naser, është e pamundur të ndëgjosh emisionet e tua e mos të lajmërohen me përshëndetjet e zjarta. Faleminderit Baca Selim. Inxhinier Bajrami nga Ushtria, po ashtu na ka përshëndet. A bën këngën e Dem Ahmetit, masi jeni nga Hasi, Arsimi nga Kodra Trimave ju përshëndet. Faleminderit Arsim, vazhdojmë, kemi dhe tu nga ju përshëndet Aje Drenica me 5 nipat nga Bukoshi i Ushtrisë. Pra kemi këtë SMS. Përshëndetje Naser, jam Blera Bedrolli, pra ju përshëndes juve në studio dhe në rapsodët në këtu musafir. Faleminderit. Përshëndetje për juve dhe musafirt, thot Kciku. Arben Ymeri, përshëndetje për ty Naser dhe shahirit në studio dhe të gjithë stafin e realizues dhe 2 migjallarët e mi nga, ju përshëndet thot Arbeni nga Norvegjia. Faleminderit Arben. Arben Ymeri, po është numri i Norvegjisë, ta vërtetoj. Gentriti po thot, ju përshëndes nga Londra, Gazmendi dhe Gentriti Dedinca, përshëndesim gjithë juve në studion e televizionit Mitrovicës. Faleminderit Gentrit, pra po është numri nga Londra. Veli Hysenaj, violinisti Veliu, Veli përshëndetje për ty. Përshëndetje Naser, thotë të përshëndes ty dhe shahirë në studio, dhe pse s'po i njoh me emra, kisha pas një dëshirë për violinistin këngën e Dan Derocit, po e kënojke në mënyrë artistike, ish artist i vërtet, i përshëndes të gjithë në respekt për të gjithë nga Veli Hysena, thotë kështu. Pra, Veli, sa për informat, në studion i kam Rasim Beqaj, Besim Muhadrin, Sezair Shehun dhe Bardel Shehun. Mund është me i në YouTube, pra, edhe i gjenë aty gjitha këngët e tyne të cilë kanë kënduar në për Oda, në për Neja. Flamur Mengjici, përshëndetje nga Flamuri, 11 vjeçari, përshëndes të gjithë shahirat që jeni aty në Baca Naser. Falim aty dhe këngëtarën e se bën këngën në Ron Mirdit 3 kapetana. Kemi porosin tjetër. Përshëndetje të Mitrovica, ju përgëzoj për emisionin Zeqa, Laçi dhe Krenari. Përshëndesim shahira nga Hosit, zemra ju knof gjithmonë. Naser, përshëndetje për ju dhe rapsodën, me vjen mirë kur që keni musafir këta rapsod nga Hasi, me që kam respekt për të gjithë hasjanët. Dua ta di, a janë nga Hasi i Rrugovës apo nga Hasi i Gjonajve? Këta janë nga Hasi i Gjonajve. Nga Hasi, pra, nga Hasi. Po. Po, do ta përshëndes edhe Islam Brahajn nga Gjonaj dhe Muhamet Maroshin, të cilë punojnë në Arbëri si furtar dhe janë të punëtor të sinqert. Kemi përshëndetje nga Belgjika. Ju faleminderit që po na sillni kënaqësi me këto këngë të bukura. Respekt për bashkëdhetarët e mi si dhe bashkëfshatarët e mi.
Sezairin dhe Bardylin. Nëse ka mundësi me i këndu dy këngë, kush është në Gurbet dhe këngën e Zagrebit me respekt Azem Lajçaj nga Brukseli. Kam shumë SMS-a, kam shumë porosi, pra mirë Veliun, përshëndetim Veli Senaj, mirë mroma nësër, thot Samir Qitaku, dhe shahirave të Hasit, u knoft zemra, inshallah i kaloni si më mirë, faleminderit Samir. Aziz Telaku, mirë mroma nësër, ju përshëndes gjithë stafin dhe shahira ti nësër je shumë i fort, një këngë të Syli Rëzallës me respekt Aziz Telaku nga banja Malisheves, faleminderit. Valmir Feka, po ashtu në ka përshëndet, thot kallën e burra, shahira, në knas goja e lumt, thot miri, Naim Ibishi po ashtu përshëndetje ty Nasera dhe këtyre shahira të mrekullueshme që na kënaqen sonte. Tamam shahira me veshën kombëtare, knofshi gjithmonë o burra. Këta janë pra disa nga SMS-at, të cilë na kanë arrit, i kam edhe 5 nga celulari. Fek Kida nga Gjakova, pra prap na ka përshëndet speciale Maher Zeqiri i përshëndet shahira nga Hasi, nëse bën kogën e Azembejtes. Mandej e kemi përshëndetje Naser, thot për gjithë juve Agron Aslani nga Milosheva. Kemi Gzim Rustemi nga fshati Rezni, komuna e Vushtris, ju përshëndet nga zemra me këngën e bukra shpërthen atmosfera. Përshëndetje thot nga Suleman Hoxha nga fshati Gjona, ju përshëndet juve basa Naser dhe këta shahira nëse ka mos i këngën e Dervish Saliut nga Besim Muhadri, ju me respekt Syla. Kështu. O s'ka ma mirë se me kon shqiptar, thot kështu. Respekte nga Enesi, faleminderit Enes. Ashtu thojmë gjithna. E kemi Shqipdoni, a e din kongën shka e zi se na nuk vrasim gra e fmi. Mirë, thot Januzi nga komuna e Vushtris nga fshati Pasomi, ju përshëndesim shumë. Mirë. Do të vazhdojmë matutje me emisionin. Une po tentoj pjesë edhe në Facebook drejt për drejt me transmitu emisionin, po ma tepër pa ata bashkëdhetarë tanë që janë jashtë adheut, jashtë Kosovës, të cilët nuk kanë arritur ende të furnizohen me receiverat për IPTV, për me shiku emisionet drejt për drejta. Po shpresoj se shumë shpejt do të mbulohet gjitha teritorit e botës. Ja krisim kongës. Porosti edhe një përshëndetje të veçantë për vazhvendaset e këtyne musafer, pra për Salit temajn nga Hasi. Pasa Salit, përshëndetje. Shkojmë. Gjithë të tjerë që janë këto, pasion. Faleminderit.
Të nderuar, drejt për drejt këtu nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës, do t'i lexoj shumë shpejt disa porosina, pra kemi Bahri Rashida, ju përshëndes nga zemra, ata Shahira, posaçërisht Naserin zemra ju knoft, o burra, gjithmonë jeni të përpikt. Thot Naseri, ki një emision të përpikt, valla jeni tu këndu, inshallah gjithë jetën këndoni. Pra, faleminderit familjes Rashica, një përshëndetje veçantë. Shkojmë përshëndetje nga fëmijët Bardhylit, ju përshëndesim juve dhe rapsotët e Hasit në veçanti babin Bardhylin, ju përgëzojmë për emisionin. Pra, kjo është një përshëndetje nga Hasi, na vjen apo? Arben Ymere, përshëndetje për juve Naser Shahirat në studio dhe nëse ka mos një përshëndetje speciale për shokët e mi në Suedi, dhe Shahirin Angel Koca, jeni të mrekullueshëm. Naser, përshëndetje Arben Ymere nga Norvegjia. Faleminderit Arben, përshëndetje ty dhe gjithë bashkëdhetarët tanë kudo që gjenden në gurbet. Do ta gjej edhe një mesazh, mos gabofsha, restorani Drini Bardh ishte me pronarin të gjejmë. Ju përshëndes, thot pronari restorani Drini i Bardh, zotri Arif Ninaj, i përshëndes bashkëftatarët e mi goja e lumt. Zotri Arif, përshëndetje për ty dhe gjithë stafin tonë, inshallah ke punë edhe sukseset në mbara. Faleminderit për SMS-in. Ramis Petrova, ju lumt o Shahira, se na knaç, ju përshëndes po ashtu edhe gjithë juve në studio. Përshëndetje nga Gjakova, Zef Markaj, përshëndetje Shahirat dhe ty Baca Naser me këngën në Mitrovic na rrej heteli. Një përshëndetje nga Basriu, pra reglash ty Naser e mos a vit në studio na knaç. Basri, përshëndetje edhe për ty. Gzim Rustemi nga fshati Reznik, komuna e Vushtrisë, ju përshëndes nga zemra me këngën e bukur shpërthen atmosfera, a kish pas mundësi këngën UÇK zemra Kosovës. E përshëndetje Agron Aslani nga Milosheva, mandej edhe Onyx Aslani, pra na përshëndet, po ashtu nga Milosheva. Doj me hi, ona knaqë të bura, thot miri, na knaqët. Edhe shkojmë, do të shkojmë Lori Bardhi, përshëndes Shahirat dhe ty Naseri, përshëndes Bojaj Bardhi nga Drenasi. Mandej Shefki Munishi na përshëndet. Kemi vetë shkojmë, pra Ramiz Petrova, Fadel Brahimi, po ju lexoj nga Facebooku që kanë komentu statuset e juve, këngët e juve deri tash që janë transmetuar drejt për drejt. Bislim Alshiqi, Ferit Haxhiu, Mohamed Kasumi, pra krejt janë porosi të mira, sepse me të vërtet keni këngë të mira dhe na komen e mirë, kështu. Bacarase, ma je lodhë? Jo. A doj me shku hala a ju? Po. Do të vazhdojmë pra edhe tutje me disa këngë të interpretuara nga ju, dhe kështu që të vazhdojmë dhe... Oska lutaj.
Po. Nërë më të mirë. Orën. E di harkën, ma se s'to pëm me lion. Po. Dhe ma shënaj vot, ma. Pasi pëm. Vazhdojmë, pra, më përshëndes Shahirat dhe ty na seri përshëndes Boja Bardhi, pra e lexova më herët. Ramiz Petrova, Fadil Ibrahimi, Shefki Munishi, Haxhi Xhuxha, Veli Hiseni, Naser Sadriu, Naimi Qenaj, po ashtu. Gjithashtu na i përshëndesim Është- Naimin Haxhin e Po, krejt. është sikushmëria mjaft normal. A vazhdojmë me kam. Unë vetë Shiku- ne përshëndetje kom për të gjithë ta, që Po. për përshëndesin e vashë, pa mundshme të gjitha ato kërkesa që mi bojnë ata, Po, ne ka. t'ja realizojmë dëshirën. Dhe shpresoj që herë tjera Po, dëshirat mi plotësu, Po. të gjitha kom mi knu, prandaj vazhdojmë. Një përshëndetje për Abedin Sheqirin, stërnipi i Muslipot Voricës, pra nga Dumoshi Llapit. Faleminderit. Kare shkroshe kujtoni guret e trollit.
shumë impresionuesme. Konga e Dandorocit. Ishte me të vërtet impresionuese, unë e transmetova edhe përmes pra YouTube-s, kështu që edhe përmes Facebook-ut, pra drejt për drejt që të shikojnë edhe të gjithë në momentin që e kom kliku mu ka lajmu përmit edhe shiqime. Pra është diçka jashtëzakonshme. Ky emision ka qenë diçka shumë impresionues, ka mbetë edhe dikun rreth 400 SMS-ave të pa lexuara, unë i kërkoj ndjes gjithë atyre që nuk kem kohë me i lexu krejt. Edhe kështu që gjithëve i them faleminderit. Bacarasim. Ti po thu edhe pak në penzion, s'po ma merr mendja. Po në penzion për punën që e bëjmë, qesin penzion, po nëse unë s'dua për muzikë, dea ditë që të vdes, nuk do të dalë penzion. Po për punën që e bëjmë, më qesin se nuk isha do. Impresionet tua për këtë emision? Ky emision shumë më pëlqej, sa që me entuziazmoj aq shumë. Faleminderit. Nuk e beson. Unë faleminderoj ty që na ke ftuar, faleminderoj profesorin Besim Sezairin Bardhyllin. Ta shfrytëzoj rastin edhe një herë të përshëndes të gjithë asion që janë këtu me punë. E përshëndes ansamblin e Saboletinit Mitrovicës që shpesh takohet në për festivale, po edhe një person ndoshta nuk po gaboj që të përshëndes. Jo. Halit Beronin, sepse kam një kontakt me to, më ka ftuar një herë me shoqërinë që udhëheqën 2011, kemi punë këtu një takim. Po ma tepër po përqendrohena këto ku jemi sot. Unë edhe Halit Beroni kemi qenë mjaft aktiv gjatë luftës fundit të Kosovë. Është ai tani po mirret me disa, unë edhe ai ka dalë pension. Ku ta takoj i bën pola. Patjetër. Tregon? Patjetër. Unë nuk di çfarë të flas, megjithëse sonte shumë kam qenë nga zona e mbyll se kam qenë me një grip para 2 ditë. Faleminderoj të gjithë ata shikues që na përçollën me vëmendje dhe na vru shëndet të tanat mirë. Unë edhe njerë kërkoj fole, ndoshta s'moj të mjau plësu dëshirët, sepse ashtu edhe emisioni është i kufizum. E faleminderoj këta shokë të mi shumë, profesore, Sezairin, Bardhyllin, që edhe këta nuk për ndërpojnë këtë aktivitet. Po, faleminderit shumë. Prof, diçka për fund. Edhe unë është hera parë që marrë pjesë në këtë emision. Ju përgëzoj emisionin. Faleminderit. E tha që se keni profesion, po keni pasion. Po, çfarë është? Tha që 10 vite e mbani të... Po, është 10 vite bëhen të rapsodisë folklorike. Unë të përgëzoj, sepse unë jam profesor i letërsisë dhe legjeroj në mesin e Londrës dhe të tjera, legjera dhe letërsinë popullore. Në flas studentëve të mi që për folklorin, sepse folklori është shpirti i kombit. Po du me të ashtu një bisedë, ka mjaft student që ligjerojnë Londën për folklor, mjaft shpesh më kontaktojnë që të japi emisione për provime, për to të jedin ma mirë, kështu që është një kontribut i televizionit, pikrisht edhe jemi që diçka student të rritë të mësojnë diçka për... Kjo është një kontribut që në ratë pa ju nuk e leni të vdesni ato që po mendojnë të tjera që folklori po vdes, unë mendoj që nuk po vdes, duke shikuar ato klikime që thatë ju sonte, po edhe të tjera që shohin në YouTube, dhe më thonë, kalojnë me miliona, po kanë që kalojnë me miliona. Ne si grup nga Hasi, i kush pyeti nga Hasi, i Rogovës apo i gjonave ne jemi nga Hasi, i Kosovës apo i Shqipërisë jemi nga Hasi, jemi një grup që këndojnë bukur moti, bashkë, u munduam që në këtë mision të interpretojmë disa këngë që ma tepër lidhen me Hasin. Na kanë mbetë edhe të tjera, kur në fillim kisha frikë 2 orë edhe bëm një plan që do më disa këngë të tjera, po metën. Në mesin e ty në këngë, meti edhe një këngë që e patën një përësi, për dhe Salihun që është një këngë autoriale, po shpresojmë herën tjetër, dhe disa këngë tjera që janë autoriale tona. U munduam, besoj që ja kemi arrit diçka. Me sigurisht. Ne jemi shumë të kënaqur me këtë emision, me thënë, nuk të rash shikues, u di sa ju stafi ju e realizues, ju përshëndes ju dhe stafin e realizues. Faleminderit. Ju përgëzoj, thash edhe një herë, dëshiroj që mos ta ndërprerni. The jeni lodhur, po ja për institucionet kulturore tona që t'ju mbështesin.
duke filluar nga komuna këtu, edhe dhe Ministria e po të ndonjë donator, sepse thatë edhe më herët se këtu ka hasion, ne i përshëndesim të gjithë hasionet tonë, kudo që janë, na kanë përsjell këtu, se ne u takuam ku erdhëm fillim më një 2-3 vjet nga Hasi, që jemi fuar këtu. Unë mendoj që hasionet nuk janë vetëm kurtar. Këndum kongën për Pjetër Bogdanin, ka 400 vjet që ishte doktor shkence në filozofi dhe në teologji, domethënë 2 doktoratura në vitin në shekullin e 17. Po ashtu përshëndes edhe rektorin e Universitetit të Mitrovicës, që është nga Hasi, është një djalë i mirë, ku tham djalë sepse ende është djalë i ri, domethënë ka një moshë mund ta quaj djalë, Alush Musa, profesor doktor Musa. Do të përgjigj përshëndes të gjithë, në veçantë ju dhe stafin realizues, tham mos lodheni. Sepse është emision i qelluar, emision që po e man gjallë folklorin, sepse këngëtarët tash në përdasma nuk po na morrin shumë pak. E kaluan në Tallava, tha dikush ajo besoj që do të jetë përkohshme po folklori do të desë. Shpresoj. Faleminderit shumë. Besim. Pra, edhe Bardhyllin, faleminderit për pjesëmarrjen në emision. Se Zairin, edhe shpresoj se do të kemi prap takime, do të tentojmë që ajo atë anën e juve të vim na me kamera atje, me kamermana tonë, vim të atje edhe të marrim ndonjë nej të ju atje, adetet sepse kjo pjesë e Kosovës ka pak pamje, ka detet aty në përpos tash, falë Zotit, interneti është, po do të jemi atje edhe drejt për drejt me kamera. Tash e kemi edhe kamerat të cilat mund të transmetojmë drejt për drejt këtu në studion e televizionit prej vendit, kështu që do të bëjmë diçka të veçantë. Edhe ne ju presim, sepse oda hasione, edhe pse thash dasmë të përbohen për hotele, hasionet kanë pas ndërtu disa oda para luftë, disa u dëgjën, por prapë i kanë ndërtuar. E janë keni ku të vini, keni çfarë të merrni. Po, me gjithë dëshirë. Hasi është një. Ne këndum këngën Hasi është një. 5 orë fshat deri drejt zi. Është një. Po them. Gjithmonë ka qenë një dhe ka më qenë një. Kështu shpresojmë që ta bashkojmë prapë. Shumë faleminderit edhe për ju për pjesëmarrjen në emision. Ju mbetën televizioni i Mitrovicës Borç, sepse me të vërtetë ka qenë emision i impozant. Këto mund të dokumentohen përmes pamjeve në Facebook, YouTube dhe përmes SMS-a. Faleminderit edhe një herë. Shumë faleminderit. Një respekt veçantë. Shikues të nderuar, edhe një herë, pra ju përshëndes drejt për drejt nga studio radio dhe televizionit Mitrovicës me shtuneve tjera, me befasina tjera, me rapsot tjerë, pra ju mos hezitoni. Na shkruani, na preferoni, na sugjeroni, na kritikoni, mos na shoni, sepse po mundohemi diçka të bëjmë me gjithë trevat mbar shqiptare kudo që ka shqiptar në botë. Ne nuk do të ndalemi, rapsodia folklorike do të vazhdon edhe mas 10 vjetorit, edhe mas gjithave. Pra vazhdojmë edhe matutje, edhe njëre thirrje gjithë këngëtarëve që xhirimet për vitin 2017 do të bëhen, do të fillojnë me këngë popullore me datën 9 të premten, pra të ardhshme. Të gjithë që janë interesuar të marrin pjesë aty, më shkruani në Facebook apo në Viber. Viberi është 049146145 apo telefoni 044146145. Për folklor është ditë e shtunë, pra data 10 e dhjetorit. Ju mirëpres gjithë ata që kanë dëshirë të marrin pjesë në xhirimet e vitit të ri të televizionit Mitrovicës. Ju dëshiroj shëndet, dashuri, lumturi, gjithë mirat në jetë. Shifemi në emisionet e radhës.